Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku kifle ose rollca me kanellë dhe gjalp. Është një recetë që përgatitet shumë shpejt dhe më besoni që duke përgatitur me këtë recetë nuk do të keni më dëshirë që t'i blini ato të gatshme në dyqan apo në pasticeri, pasi fare mirë mund t'i përgatisni në shtëpinë tuaj. Dhe do të shikoni që me këtë recetë nuk do ndihet fare ndryshimi nëse janë të blera apo të bëra vetë. Unë prej shumë kohësh ndjek këtë recetë për përgatitjen e rollcave me kanellë në shtëpi për familjen time dhe rezultati është fantastik, dalin me të vërtetë shumë të butë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si fillim, për këtë recetë do të përgatisim brumin. Për përgatitjen e brumit, në një tas unë kam shtuar një gotë me qumësht të ngrohtë. Gota në këtë rast është një gotë që merr 180 ml. Kam shtuar 2 ose 3 lugë gjelle me sheqer. Do të shtojmë pothuajse 1 lugë gjelle me maja të freskët ose mund të përdorni 1 lugë çaj me maja të thatë. Unë përdor maja të freskët sepse më pëlqen më tepër rezultati. Ju vendosni si të doni. Përbërësit i trazoni mirë me njëri tjetrin derisa sheqeri dhe majaja të tretet. Dhe më pas në tas do të shtojmë edhe 2 ose 3 lugë gjelle me gjalp të shkrirë për ta bërë brumin edhe më të shkrifët dhe më të butë dhe në fund fare do të shtojmë edhe miellin. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 4 gota me miell. Dua t'ju them që miellin ta shtoni pjesë dhe duke e shtuar, duke e trazuar me duar derisa të përftoni në fund fare një brum të butë që nuk ju ngjisin duart. Dhe pasi keni arritur në këtë pikë, brumin e punoni mirë për të paktën 2 ose 3 minuta me duar, në mënyrë që në fund fare rollcat të dalin me të vërtetë shumë të butë. Dhe tani brumin do ta lëm të pushojë për të paktën 30 ose 35 minuta. Nëse përdorni maja të freskët, do ta shikoni që pas 30 minutash brumi do të dyfishohet në mas. Nëse përdorni maja të thatë, do t'ju duhet më tepër kohë që brumi të pushojë. Përpara se të filloj me hapjen e brumit, ne do të përgatisim dhe mbushjen që na duhet për përgatitjen e rollcave apo të kifleve. Dhe në këtë rast unë kam përdorur rreth 150 gram gjalp, i cili duhet që të jetë në temperaturë ambienti, por jo i shkrirë fare. Do të shtojmë gjithashtu 4-5 lugë gjelle me sheqer, megjithatë sasia e sheqerit varet shumë nga shijet tuaja. Edhe do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me kanellë. Më pas të gjithë masën e trazojmë mirë për të formuar një masë kremoze në formë paste. Masën e gjalpit e keni gati, tani do të filloj me hapjen e brumit. Tani brumin do ta hapim në tavolinë duke përdorur pak miell dhe brumin do ta hapim në formën e një pete me trashësi mesatare. Pra brumi në këtë rast nuk do të hapet as shumë i hollë dhe as i trash fare, por mund ta hapni me një trashësi siç e shikoni dhe në video. Pasi brumin e keni hapur në tavolinë, siç e shikoni, sipër do të shtrojmë edhe pjesën e gjalpit me kanellë. E nivelojmë mirë shtresën e gjalpit me kanellë. Dhe më pas, brumin do ta rrotullojmë duke formuar një role siç shikohet dhe në video. Me këto përbërës mund përftoni rreth 10 ose 12 rollca, varet shumë edhe nga madhësia se sa të mëdha do t'i prisni kiflet apo rollcat. Unë kam përftuar rreth 12 rollca, të cilat pasi i prisni, do t'i vendosim në një tepsi të cilën e kemi lyer me pak gjalp.
rollcat i vendosim njëri pas tjetrit, mund të lini pak fare hapësirë midis rollcave që keni përgatitur dhe më pas do t'i lëmë rollcat që të pushojnë për të paktën 15 minuta ose derisa të shikoni që ato janë dyfishuar në masë. Gjatë kësaj kohe, mos harroni të ndisni furrën dhe ta lini që të nxehet në 200 gradë Celsius. Kur rollcat janë dyfishuar në masë dhe tepsia është mbushur plot, tani do t'i fusim në furrë dhe do t'i lëmë të piqen në 200 gradë Celsius për të paktën 25 deri në 30 minuta. Zgjatja e pjekjes varet shumë nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Mos i piqni më tepër pasi do të thahen. Pas 25 minutash, unë i kam hequr nga furra dhe tani do t'i lëm fare pak që të pushojnë. Mund t'i mbuloni sipër me një pecet kuzhine dhe ashtu të buta dhe të ngrohta mund t'i servirni për familjen tuaj. Mund të servirni kështu siç janë, ose mund të shtoni sipër edhe ndonjë salcë me vanilje apo sipas shijeve tuaja. Besoni që të gjithë do t'i pëlqejnë shumë me një gotë qumësht. Shijojnë jashtëzakonisht shumë. Fëmijët e mi rollcat i kanë një nga recetat e tyre të preferuara. Siç u thash, unë nuk i ble asnjëherë të gatshme, i përgatis ato vetë në shtëpinë time dhe më pëlqen me të vërtet rezultati, prandaj dhe recetën vendosa ta ndaj sot me ju. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonojeni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.